Mi mbrëma të gjithve, edhe gëzuar. Si fillim do desha që t'ju uroj HPPY NVVYER. Sot në këtë natë speciale, kujdes, unë kam një të ftuar special, kështu që me një duartrokitje le ta ftojmë, ai është profesor Angeli. Gëzuar një vitin parë, suksese, harmoni në familje të gjitha. S'kemi kohë tash për urime tash kohë tash. Mos u lasno si fëmijë tash kohë, urime. Ordial, po unë tash erdha lash vitin e ri për ty, erdha dhe më lash dhe arrat e gruas pa thyer. Wow, profesor. I keni lënë arrat e gruas pa thyer, profesor. Wow. Shumë mirë, profesor. Atëre, le të fillojmë. Keni besoj në një surprizë për ne sot, do flasim në këtë atmosferë festash. Unë kisha 4 arra, po 2 avodha t'i solla ty të top. Wow! Profesori në soli dhurat 2 kokra arra, falemderit profesor, Pra profesor, mirë se erdhe profesor, ishit si që thatë edhe ju, profesor, duke ndihmuar gruan tuaj për të thyer arra. Si tani ju imagjinoj profesor, ju atje në kuzhinën e shtëpisë suaj, si një vajzushe e vogël, babyface, profesor, si një amvise mirë, profesor, juve që merreni me shtrimin e tavolinës së ndërzimit të viteve, profesor. O ty të ndërzefshin e ndërimit të viteve, Morgan. Cilët si ka kjo, profesor? Unë nuk po isha visë, unë po përgatisja një kulaç. Kulaç, wow, profesori. Pra kujdes, profesori gatuan kulaç. Jemi të kuriozuar, profesor, besoj dhe publiku këtu, apo jo? Si e gatuan një kulaçin juve, profesor? Me asgjë. Si me asgjë? Thjesht jetë pakuj dhe i bëhet për shesh. Kulaçi që do mbetet, pastaj i edhim pak sherbet edhe e bëjmë kompekaj. Wow, profesor, dhe sigurisht aty në mes të përsheshit me kulaç nuk ka si të mos mungoj, Nuk ka si mos të mungoj gjeli i detit, i cili është ofert e firmës së inerteve Zhavori SHPK, profesor. Shikoje, është gjithë ky gjel, profesor. Zhavori? Po. Po kjo që nga aty ku thonë tamam, ku apula gua. Po, profesor, pa tjetër, profesor, është një gjel dhe shumë Mos e prek çfarë kështu, profesor? Ma fal, desha ta shikoja, është mashkull, gjel apo pull? Është profesori. Është i lezetshëm profesori. Është gjel, profesor? Gjel? Po, është gjel. Po gjel, po mos është struz shumë i madh. Jo, e ke shumë gabim. Profesor, është gjel, është gjel fshati, profesor. Gjel fshati, po që nga bio. Bio është, profesor, vetëm se vjen nga një fshat i Brazilit, profesor. Janë gjela shumë të mirë. Besoj se dhe ju e keni bler një gjel si ky, apo jo? Po tjetër që e blem një gjel, e bleu gruaja, po ai është sa çka kopshën, ky është gjeli jon. Një vogël fare sa për simbolik. Në datën 31 do ham kulaçin, në datën 1 do lëpim gjelin, në datën 3 do ham gjelin. E kuptova, profesor, e kuptova. Po pse, profesor, keni bler një gjel kaq të vogël, profesor, dhe s'keni bler gjelin e kësaj firme shumë prestigjioze, profesor? Po, është na del pensioni, Mordial. E kuptova, profesor. Më erdhi një mesazh. Mesazh, po? Çfarë ka, profesor? Doni që të ndezim kondicionerin tu thafshin krahët, profesor? O, Mordial. Çfarë ka, profesor? Gruaja çon mesazh rrova sobën ndezur e ka bërë shkrumbe i gjelin. Wow, gruaja e profesorit e pas ka djegur gjelin e profesorit, e pas ka djegur, s'ka problem, profesor, përfitojmë nga rasti, ta përshëndesim gruan tuaj atje tek kamera numër 79, Dhe ti themi të mos mërzitet, zonjë, kjo ndodh, gjeli gjithmonë digjet në furr, vetëm sepse ju nuk e shuani atë me pak verë Marsala Buti. Profesor?
Aman të lutem shumë, aman të lutem i që këtë uthullon Marsala Buti se po e piva atë nuk gjithë do të shpinë pasaj. Nuk gjeni do të shtëpinë, profesor. Mos u mërzistis edhe po nuk e gjete do të shpinë. Mjafton t'i fusni një dush në dush, profesor, me kokën e dushit shumë funksionale, profesor, e cila ka ardhur nga firma hidrosanitare ta mas kokën me pe, profesor. Është produkt nga Sri Lanka, është një kokë dushi shumë e mirë. Ore, do flasim për zogun që dojgji gruaja ime, apo do flasim për kokën e dushit tanë tashme? Are në i bëre kokën salat? Salat? Po. A juve doni salat, profesor? Atere, unë ju sugjeroj salatën ruse Katovica. Është një salat me një majonez të papar që vjen nga Kuala Lumpur dhe kujdes, firma që ofron këtë salat ju jep edhe një kavanos falas me lakër turshi arme. Për tryezat tuaja të dashura Anvisa, profesor. Ore, do flasim për këto që i dua lakrat unë, do flasim për një gjë serioze, qëfar do të sjell 2015, a do të zgjidhen hallet tona? Profesori, e si lezetshëm. Flasim thot për halle serioze. Profesor, mos u bëni kaq vanitoz, profesor. Sot është një natë që nuk ka pse të flasim për aksh hall apo për aksh problem, profesor. Sot njerëzit, apo jo, duan të qeshin, duan të hanë, duan të pinë, profesor. Po mirë, po mos na vono shumë se pastaj po hika na kap në një plumb qor rrugës, a kupton? Jo, po nuk janë plumba ato, profesor. Çfarë janë? Ato që hidhen në rrugës në këtë natë festive janë pëllcackat pa u piu, profesor. Ja ku i kemi këtu, pëllcackat pa u piu. Për më shumë zhurma në hyrjet e pallateve tuaja, dhe për fëmijë të cilët lozin në mënyrë të gëzueshme dhe të hareshme dhe të me pëllcackat pa u piu, profesor. Po qarë thua mordjal, mos ja jepni mor fëmijëve këto, mos se po i shkatrojnë fëmijët, që ju duhet që i blini këto mor. Atëherë, profesor, lutem shumë, mos ta e prishni gëzimin e kësaj nate, profesor. Njerëzit ka nevojë sot që të qeshin, të gëzojnë, mos u bëni guasta feste, profesor. Me qara fjara tek festa, profesor, a dëshironi të kaloni një natë ekstraordinere në një lokal, profesor? Jo, nuk dua, faleminderit, do rri me gruan time në shtëpi. Atëherë, profesor, unë të sugjeroj që të prenotosh bar restorant Qafa e Malit, profesor. O ti thefsh qafën mordjal zë më të shplase. Ajo është pranë gurit kilometrik të autostradës në kilometri 59, profesor, edhe aty natën e ndërzimit të viteve, profesor, Dërimit mordjal. Dërimit, në excellency ka kjo, profesor, atje do t'ju ofrojnë balerina serbe në Saç, profesor, Zoq në Saç. Balerina serbe, mish në hell dhe muzik live talava, profesor. Shko në këtë lokal, profesor, dhe do të divertohesh, profesor. Uroj që ky vit të mësoj 2015 të flasësh njerë. Profesori, është shumë i lezetshëm, profesori. E meriton një duar trokitje, profesori. Faleminderit. Kurse unë, profesor, më lejo të uroj për vitin që vjen, profesor, ja e kam të shkruar këtu, profesor Goot Fuck. Fali se nuk e ka shkruar mirë, është Goot Luck, profesor. Po bol, more, po pusho, po fol mo njerë me dorë në zemër, ma. Mos fol budalla lëqe, ma. Më shikoj njerëzit në sy, mor, jenë Terezit qarë thua, po jo. Uroj që ky vit të ketë më shumë punë, më shumë të ardhura, për njerëzit, më shumë shkolla, spitale, rrugë. Të ketë çmime më të lira, buzëqeshje, gëzim, harmoni, të mos ketë korrupsion, dhunë, ajdutëri. Të ketë barazi gjinore, parqe për fëmijët, më pak plur, më qartë të themë më fëmijë të shëndetshëm, larg dhunës, dinamitit, kronikës së zezë. Njerëzit duhet të shkojnë filma vizatimor, më kështu të bëjnë më të mbarë, more. Mos shkojnë filma me dhunë, të lexojnë më shumë, të merren me sport, të shkojnë në teatr, të shkojnë në opera, ta duam Shqipërinë e të jetojmë si europianë të vërtet.
Ëmbëlsira pra për në fund, profesor. Shqyr mordjal që më lavdërove njërë mordjal. Profesor, ëmbëlsira për në fund është Panetoni Keko Mastic, profesor. Është një paneton i papar, profesor, sepse ai nuk thërmohet, sheqeri plur nuk bie, profesor, dhe kjo në sajtë një mastici të fort që e mban sheqerin plur të ngjitur mbas panetoni, profesor. Doni ta provoni pak? Jo, nuk më pëlqen, dhe kjo ka më shumë tru se ty, mordjal. E ka hëngsh, e këzof zvitneri, miru pap, gëzuar të gjithë. Wow! Edhe unë do doja të përfitoja nga rasti që t'ju uroj të gjithve gëzuar 2015-ën. Miru pafshim vitin tjetër, miru pafshim.